Prezantojmë sonte në këtë studio librin e parë të botuar nga autorja Adelina Qiplaka, e spikatur me një talent në shumë fusha në gazetari, si mësuese, psikologe dhe këshilluese. Ne do të flasim për librin e saj me poezi dhe prozë që vjen me një titull shumë tërheqës, Pasion për Perëndin. Është pikërisht libri që unë po mbaj në duar dhe le të flasim se si erdhi ky libër e gjithashtu mesazhi që mbart. Mirë se erdhe Adelina. Mirë se ju gjeta Enela, kënaqësi. Faleminderit, shumë kënaqësi të kemi këtu, suksese edhe urime për këtë libër. Faleminderit. Isha duke shfletuar, mezi po pres që ta lexoj. Tani duam të dim si erdhi ky libër, që në momentin kur ti kishe dëshirën në zemrën tënde për të ulur e për ta shkruar. Po, me kënaqësi. Në fakt, për këtë libër nuk është se jam menduar shumë për ta shkruar, sepse Zoti gradualisht e kishte mbushur zemrën time me shumë dëshirë për të shkruar për lavdinë e tij. Edhe kisha material që e kisha grumbulluar pak nga pak. Edhe ky material është grumbulluar pikërisht nga marrëdhënia ime e ngushtë me Perëndin. Dhe në fakt libri është përvoja ime personale në marrëdhënien me Perëndin. Si unë e kam njohur Zotin, si e kam përjetuar ditë pas dite, shijen e mrekullueshme që ai ka lënë në jetën time, dhe më pastaj gjërat kanë rrjedhur natyrshëm. Dhe ka qenë pikërisht mbas përfundimit të shkollës së lartë të udhëheqësisë shpirtërore këtu në Tiranë. Mbas provimit të fundit të nesërmen, unë direkt jam ulur për të shkruar librin. Po, kështu ka ardhur. Kështu lindi, kështu nisi. Pse pikërisht poezi dhe prozë? Pse zgjodhe këtë lloj zhanri apo këtu ti edhe ke talentin tënd? Faktikisht nuk u mendova shumë edhe për zhanrin që zgjodha, sepse që fëmijë kam shkruar poezi, edhe kam shkruar ese dhe hartime, dhe faktikisht më ka ardhur shumë natyrshëm. Nuk është se u mendova për ta zgjedhur si zhanër. Janë përjetime si shtet të tuat personale, si përjetime si konkretisht, gjatë kohës tënde që lutesh, gjatë kohës që mediton, na trego pak më shumë këto. Faktikisht janë të dyja bashk. Edhe nga koha ime personale me Perëndin, nga marrëdhënia ime e ngushtë me të, por edhe meditimet, reflektimet, qëndrimi për një kohë të gjatë përpara Zotit, bëri që ky libër të vinte. Natyrisht. Po si e kuptova atë momentin që po tani ky është çasti, pra kishe një ndjesi në zemrën tënde? Faktikisht nuk është se, siç thash, materiali ishte grumbulluar dhe kishte ardhur. Do me thënë, unë vetëm po prisja atë kohën e duhur, për ta hedhur në letër. Po, për ta hedhur në letër, se për shkak të angazhimeve nuk mund ta hidhja dot më përpara, sepse dhe duke punuar dhe duke studiuar njëkohësisht, dhe kam pas angazhime dhe familjare sigurisht, edhe nuk ka qenë lehtë. Sa më krijua hapësira e parë për të shkruar, fillova të shkruaj menjëherë, sepse materiali ishte brenda meje. Po, sa kohë mori ky libër me poezi dhe prozë? Faktikisht ka marrë edhe 2 javë për të shkruar. Po. Edhe ishte një kohë shumë e shkurtër. Pra shumë e shkurtër. Shumë e shkurtër. Sa po e kishe frymëzimin ti nuk ndalove për 2 javë, domethënë. Po, unë çdo ditë gjatë këtyre 2 javëve i lutesha Perëndis dhe kërkoja ndihmë nga ai se për çfarë teme dëshironte ai që të shkruaja atë ditë. Edhe në fakt ka qenë shumë bukur sepse çdo temë, çdo ide dhe gjithçka që është shkruar aty është bërë vetëm me lutje, është bërë me dashuri, edhe me një qëndrim shumë të përulur përpara Perëndis dhe me dëshirën e fortë që emri i tij të lavdëroj fuqishëm përmes librit. Po, me këtë titull kaq të bukur, Pasion për Perëndin, libri mban emrin Adelina Qiplaka. Tani më trego pak. Kush janë bashkëpunëtorët e tu për këtë libër? Apo ti je vetëm ti në gjithë këtë? Faktikisht është e vërtetë që pjesën më të madhe të gjërave në libër e kam bërë unë, por do të quaja bashkëpunëtor dhe ato persona që më kanë mbështetur dhe më kanë inkurajuar për të vazhduar për ta shkruar këtë libër, dhe që më kanë ndihmuar për kopertinën e librit. E vlerësoj shumë bashkëpunimin e tyre dhe ndihmën e tyre konkrete, por në fakt edhe kopertinën, edhe faqet brenda, edhe dizajnet, editimin, redaktimin e librit, gjithçka në fakt është bërë prej meje. Pra, të gjitha i ke bërë ti. Përveç parathënies dhe vlerësimit që ka dhënë pastori i kishës, gjithçka tjetër është e imja me Perëndin. Pra e ke përfunduar ti. Kjo është gjë e mirë kur dikush merr përsipër sepse ka kosto më pak apo jo? Po, faktikisht nuk është se mendova pjesën e kostos, sepse
kur do të bësh diçka për Perëndin nuk llogaritet kostoja, Por doli më mirë. Ai mendon të gjitha dhe i rregullon të gjitha dhe nuk e ka menduar ndonjëherë këtë pjesë. Se në fakt edhe librin e kam përdhurat deri tani. Nuk e kam shitur. Ndalemi pak tek titulli Pasion për Perëndin. Pse pikërisht ky titull? Pra, ky titull erdhi fuqishëm tek ti, këtë zgjodhe si fillim apo ishte në mëdyshje? Jo, nuk isha fare në mëdyshje. I kërkova ndihmë Perëndis edhe për titullin e librit dhe thash, Zot, si dëshiron ti që ta quaj këtë libër? Edhe përgjigjja më ka ardhur shumë shpejt. Ajo fryma e shenjtë më ka përshpëritur në vesh dhe më ka thënë, Pasion për Perëndin. Dhe kur ky titull ka ardhur në veshin tim, unë jam kënaqur dhe ngazulluar, sepse në fakt shpreh shumë mirë atë që unë kam përshkruar në libër dhe atë që unë si person kam ndaj Perëndis. Kam një pasion që sa vjen rritet e rritet e rritet. Dhe kështu që përshkruan mjaft mirë edhe librin, edhe marrëdhënien time me Perëndin. Si është pritur ky libër nga ata që kishin mundësinë ta kishin për herë të parë? Po. Faktikisht e kam shpërndar në disa kisha, e kam shpërndar tek miq, tek të afër, edhe të farefisit, të familjes. Edhe falenderoj shumë Perëndin sepse librin e kanë marrë me një herë në dorë, me shumë dëshirë për ta lexuar, e kanë lexuar dhe pjesa më e madhe e tyre më kanë thënë që e kemi shijuar dhe kemi lexuar dhe kemi menduar në lidhje me gjërat që janë shkruar, më kanë vlerësuar dhe inkurajuar. Po, interesante. Si libri i parë për mua është shumë inkurajim vlerësimet që kam marrë nga të gjithë personat që e kanë lexuar dhe reagimet e tyre, sepse më kanë shkruar enkas në Messenger ose në WhatsAppin tim për shtypjet për librin. Ke marrë vlerësime. Një lavdi Perëndis, po. Poezi edhe prozë. Unë do doja të citoja në fakt një nga poezit këtu, nuk e kam zgjedhur, do ta zgjedh tani. Okej. Kjo që bie këtu. Është kaq besnik, nuk më lë kurrë. Edhe nëse largohem, ai nuk dorëzohet. Të dua Zoti im, të dua kaq shumë, hape zemrën time me këtë dashuri. Lumsin e Zot që të njohim ty, çdo ditë më shumë provojmë këtë mirësi. Po unë poezi më të bukur që kam përzgjedhur, Lumsin e Zot që të njohim ty. Shumë e bukur. Ti ke pasur talent që shkruan që e vogël? Po, që fëmijë kam shkruar poezi, kam shkruar ese, edhe kam recituar madje. Pra, ke qenë e përfshirë edhe në këto klubet e leximit me shkollën? Po. Kam qenë aktive. Edhe me klubet e leximit, por edhe sot. Çfarë ke shkruar që në atë kohë? Pse kaq vonë vendose të vish me këtë libër? Faktikisht thash edhe pak më përpara që kam shkruar spontanisht edhe tek revista Ilira, her pas here kam shkruar artikuj të ndryshëm, edhe dëshmi, por edhe mësime konkrete, edhe ese të shkurtra. Kam shkruar gjatë kohës, domethënë. Por tani erdhi, nuk e di, ishte koha, ishte momenti, gjërat ishin gati, edhe mjaftonte thjesht i hidhja në letër. Po. Adelina, të shkruash për Perëndin është më e lehtë apo më e vështirë se sa të shkruash në përgjithësi? Nela, e dashur, unë do të thosha që janë të dyja. Është edhe më e lehtë të shkruash për Perëndin sepse Zoti ynë është kaq i mirë sa ti nuk mund të rish dot pa shkruar për të. Flas patjetër për persona që kanë talent për të shkruar. Nuk mund të rish dot sepse Zoti ynë është kaq i mirë. Në këtë kuptim është e lehtë. Por nga ana tjetër është edhe e vështirë, sepse të shkruash për Perëndin, më së pari do të thotë që ti qëndrosh besnike fjalës së Perëndis dhe parimeve të Biblës. Edhe jo vetëm, por të shkruash për Perëndin është sfidë edhe në një kuptim tjetër, sepse djalli nuk është fare dakord që ti të shkruash për Perëndin dhe bën ç'është e mundur që ty të pengoj për të shkruar. Por lavdi Perëndis që hapi rrugët, largoi pengesat edhe mbritëm te ky libër. Po, pra është e lehtë të shkruash, por edhe përgjegjësi për ato që thua, deklaratat që bën dhe i shpreh përmes poezive. Kthehemi pak tek libri në brendësi, një nga poezitë e tua më the që ti e ke përzgjedhur për të bërë një këngë. Më trego pak më shumë. Po, është e vërtet. Në fakt, kjo poezi, ndryshe nga gjithë pjesa më e madhe e librit, është shkruar pak më përpara dhe unë e kam vendosur në libër, sepse shkonte shumë mirë me titullin, me gjithçka që ishte ideuar, dhe në momentin që unë jam frymëzuar, isha duke u kthyer nga një shërbes që bëja për Zotin në spitalin e Burgut, kur isha gjithë nga zëllim nga mënyra se si Zoti veproi në shërbes, edhe sa mbri në shtëpi, kisha shumë dëshirë që të shkruaja. Në fakt, isha duke shprehur fjalë të shkëputura dhe në momentin që unë shkoj në shtëpi dhe ulem,
i hedh në letër ato fjalë. Dhe faktikisht, pas i kam hedhur në letër, në mendjen time, erdhi ideja që përse mos ta bëj këngë. Edhe i kam kërkuar ndihmë Perëndis përmes lutjes dhe i kam thënë, Zot, çfarë melodie dëshiron ti për këto vargje? Dhe në mbrëmje më ka ardhur edhe melodia. Po. Pastaj kam bashkëpunuar me një motër besimtare, me Jennifer Thompson, e cila është edhe muzikante, dhe ajo në fakt ka bërë përkthimin në nota muzikore të këngës, dhe e ka luetur në piano dhe unë e kam kënduar. Kënga është vetëm në versionin audio dhe jo video për momentin. Nëse mban mend, mund të na citosh disa nga vargjet e poezisë së bërë këngë? Po, patjetër, me kënaqësi. Jam këtu e po mendoj, sa shumë dua që të shkruaj. Për ty, o Zoti im, që më ke sjell veç gëzim. Jam me plot dobësi, he nuk shkruaj dot me përsosmëri, por një gjë di ta them me siguri, që janë fjalë zemre e plot dashuri. Eci në rrugë he përsias, për ty o Zot sa shumë ke dasht, jetën tënde edhe në kryq, atëherë kur unë isha nudh kryq. Se kuptoj dot sa shumë më do, sa shumë më mbron e mrethon me hir, sa durim që ke, o Zoti im, sa krah hapur më pret, sa hervi tek ti. Amen. Adelina, ti e kaq e talentuar, ti edhe shkruan, por ti edhe interpreton kaq bukur. Lavdi Perëndis. Edhe bën muzikë. Një pyetje kam, do të lejoje që poezitë e këtij libri të përdoreshin nga kompozitorë të tjerë për të bërë këngë për Zotin? Patjetër, me kënaqësi. Janë të mirëpritur, vetëm dëshirë të kenë për të kompozuar këngë, po janë të hapur për të marrë çfarë të dëshirojnë. Me kënaqësi. A ke ndërmend që të shkruash edhe një libër të dytë? Pra, si janë planet e tua në këtë fushë? Faktikisht, nëse më lejon Nela, nëse mund të tregoj diçka për sfidat që kam ndeshur gjatë librit dhe pastaj për planet për të ardhmen, nëse më lejon. Po, patjetër. Kush janë disa nga sfidat? Po. Faktikisht, ka qenë sfidë për mua në periudhën që isha duke bërë redaktimin e librit. Kisha pothuajse mbaruar gjithë librin dhe kisha vetëm 3 poezi që kishin lidhje me Jezusin dhe me titullin, me emrin e tij, dhe aty kam pas shumë sfida duke shkuar për t'i redaktuar. Sepse bëja që t'i redaktoja, ato largoheshin, vargjet nga njëri tjetri. Bëja që t'i sillja në distancën e tyre normale dhe ato ngjiteshin. Dhe kjo gjë ka zgjatur për 12 ditë. Dhe unë e kuptova që ishte një pengesë nga djalli që unë të ndalesha dhe të mos e përfundoja librin. Dhe ndërkohë lutesha dhe vazhdoja të mos lodhesha. Por në fund të 12 ditëve u lodha. Edhe u preka dhe thash, Zoti im, unë nuk do ta lejoj djallin që të më pengoj që ta vazhdoj këtë libër deri në fund. Dhe unë e di që ai është duke bërë përpjekje, por unë nuk do ta lejoj, sepse kam shkruar këtë libër me shumë dashuri për ty dhe do të vazhdoj ta bëj. Dhe në fakt në ato momente më është kujtuar profeti Nehemia, sa shumë përpjekje bën për ta ndalur që ai të ndërtonte muret e Jeruzalemit. Por nuk e arritën dot. Edhe unë pata shumë sfida, por lavdi Perëndis, pastaj i nisa ashtu siç ishin. Dhe mrekullia që ndodhi ishte që në momentin kur poezit mbritën në anën tjetër dhe unë pyes botuesin që si të erdhën 3 poezit e fundit, ai më thot normal, unë mrekullohem dhe kuptova mrekullin që bëri Perëndia. Pra nuk të funksiononte kompjuteri, pjesa e të shkruarit? Nuk e di se çfarë ishte, sepse unë shkova dhe në kancelari dhe ndrova disa kompjutera, prandaj po them që ishte një sulm i hapur. Ndodhte e njëjta gjë. Edhe u habitën edhe punonjësit e kancelarisë, domethënë me këtë gjë që po ndodhte, thanë, pse po të pengojnë kaq shumë? Edhe çfarë durimi, si po vazhdon të presësh dhe si nuk po dorëzohesh? Dhe unë i thash, unë jam njeri si gjithë të tjerët, jam shumë e dobët, por Zoti im është ai që më ndihmon dhe do të ndihmoj deri në fund që t'ja dal për ta botuar këtë libër. Pra, këtë libër e ke shkruar me qëllimin e vetëm që? E kam shkruar me 2 qëllime, Nela. Qëllimi i parë dhe më i rëndësishëm ka qenë që unë kam dashur që ashtu si njerëzit e tjerë në botë, gjithandej, në një mënyrë ose një tjetër, ata shprehin çfarë ata besojnë në mënyrë të hapur dhe të fortë dhe qëndrojnë për bindjet e tyre, edhe pse janë në botë, edhe pse luftojnë për Satanin. Dhe unë anën tjetër brenda meje vlonte një dëshirë zjarrt që unë të përfaqësoja qytetarinë qellore nga e cila vi.
dhe qytetaria qiellore konsistonte pikërisht në këtë gjë, që unë të shpreja bindjet e mia dhe besimin tim tek Zoti Jezu Krisht. Dhe prandaj kisha një dëshirë shumë të fortë që ta nxirja për këtë arsye më së pari. Dhe pastaj, pse doja, ishte sepse doja që të afërmit e mi, njerëzit që më njohin e të gjithë, duke qenë se poezia është pjesë e artit dhe të prek ndjenja, të prek emocionet, se unë ungjillin e kam darë në të gjitha mënyrat, dhe thash Zot, është një mënyrë e mirë që unë ta ndaj ungjillin dhe përmes poezisë me që ajo prek më shumë. Dhe ky ka qenë qëllimi, sidomos tek personat që nuk besojnë, Ela, që ta lexojnë dhe të kuptojnë se kush është Zoti, sa i mirë është Zoti ynë, sa nevojë kanë për Perëndin dhe që të nxitojnë ta marrin këtë vendim, të besojnë te Jezusi sa më përpara. Kam pasur një qëllim për ne që besojnë, Ela. Dhe qëllimi ka qenë dhe është ky, që në fund, pasi ta ke lexuar librin, ky libër t'i bëj që ta duan Zotin edhe më shumë, edhe më fort dhe t'i binden atij me gëzim. Ke ndërmend, siç të thash, të shkruar sërish? Po, Nela, në fakt kam ndërmend dhe kam material, mund të them, por këtë herë në pjesën e prozës më shumë. Tek prozas. Se në fakt mua Zoti më ka dhënë dëshmi të një pasnjëshme të mrekullueshme. Dhe unë nuk do doja që ato dëshmi të ngeleshin vetëm në kuadrin e ndarjes kështu personale me miqtë e mi apo dhe me jo besimtarët, por do kisha dëshirë që të shikonin dritën e botimit dhe të ishin një inkurajim për gjithë besimtarët, vëllezërit e motrat, por dhe një shtys dhe për ata që s'besojnë që të kenë një mundësi të shikojnë mrekullit që bën Perëndia. Të gjithë ata që janë të interesuar, ku mund ta gjejnë këtë libër për të pasur një kopje të tij? Po, Nela, me thënë drejtën, unë si thash pak në fillim të bisedës, unë librin e kam promovuar në disa kisha ku kam miq të mi, edhe tek shkolla e udhëheqësisë shpirtërore, edhe atje, dhe e kam bërë dhuratë. Ndërsa për personat që duan më shumë se një kopje, mund të më kontaktojnë mua në Facebook, në Messenger, në rrjetet sociale, dhe mund të më klikojnë mua aty dhe të flasin me mua për këtë pjesë. Po. Për ta mbyllur këtë intervistë, të lutem një falënderim edhe një herë për gjithë ata që të kanë mbështetur. Po, Nela, faleminderit shumë që më dhe mundësinë për të bërë këtë falënderim edhe në mënyrë publike. Je mirëpritur. Faleminderit. Dua të falenderoj shumë, si thash pak në fillim të bisedës, të paktën 3 motra, të cilat më kanë mbështetur shumë moralisht edhe më kanë dhënë mundësinë që unë të ndihesha komode për të vazhduar për ta shkruar librin. Nëse mund t'i përmend me emra? Patjetër. Okej. Pranvera, Shkurta dhe Albana. I përshëndesim dhe ne me këtë rast. Faleminderit. Dhe gjithashtu dua të falenderoj shumë dhe vllajin ton, pastorin Arjan Larashi, i cili ka marrë kohën e tij me shumë dëshirë kur unë e ftova për të bërë parathënien e librit, e ka marrë dhe më ka inkurajuar shumë përmes gjërave që ka shkruar në libër në lidhje me poezitë, me prozën dhe me gjithçka tjetër. Dhe falenderoj mbi të gjitha dhe pastorin e kishës time, Zefjan Nikola, sepse është personi i parë që ka lexuar poezitë e mia, si thua, kaluar nëpër sitën e tij, dhe më ka dhënë një vlerësim modest dhe inkurajues në fund të librit dhe unë e kam aty në kopertinën, pjesën e mbrapsme të kopertinës së librit. Madje pastor Arjani thot në fund të referencës së tij, thot ju sfidoj që të filloni ta lexoni sa më shpejt të libër, thot, me poezi të bukura të një shpirti të pastër e të sinqertë si të Adelinës. Dhe ne turojmë suksesa. Shumë faleminderit, Nela. Në gjithë rrugtin tëndin, kaq të bukur. Shumë faleminderit, Nela. Bekime e suksese. Bekime pa fund edhe për ju. Faleminderit edhe një herë. Pra miq, prezantuam librin e parë të autorës Adelina Qiplaka, Poezi që shprehin shpirtin, një autore në pasion për Perëndin. Kalofshi bukur, mos harroni të gjitha intervistat që kemi realizuar, mund t'i klikoni në YouTube në TV7 Albania.